Në rastin konkret, ky jo vetëm nuk është kapur, por ky ka qëndruar brenda vendit. Dhe është dokumentuar që se ka kaluar kufit e vendit. Është e vërtet që ndodhet brenda territorit Siguri, jo është e vërtet, po zona më e sigurt për të, edhe si perceptim, edhe si konceptim, po edhe si informacion, është pikërisht ai që e quaj trekëndshi Bermudës. Pse është aty? Sepse struktura për të cilin ai ka qenë ndërlidhës, që struktura më e madhe kriminale në vend, në gjysmën e dekadës fundit, funksionon dhe përon atë zonë. Dhe ata i kanë dhënë garanci, sigurisht që ata e mbajnë atë edhe si një lloj garanti ndaj atyre lart, por edhe si lloj pengu, sepse në të kundërt do të dëmtoni veten. Unë uroj që të mos vihet në situatën kur të kërkohet, nëse do të ndihet në një kërcënim shumë serioz, për ata poshtë për ata lart, aty është e rrezikshme ky vendim shef, sepse në vetvete Ergyll Sargasi nuk është gangster, nuk është njeri që vjen nga bota e krimit. Po ku e ka gjithë të fuqin, apo le të themi, nuk e di, çfarë gatuhet brenda komplet Ergyll Sargasit që shkon situata që mund të marrë për masa të paimagjinueshme? Ergyll Sargasi ka patur një ferman me vete. Fermanin e ka dhënë padishahu, kryeministri. Pra Ergyll Sargasi nuk do t'i bënte gjitha ato i vetëm, nuk ka ngrënë kumba e dardha vetëm, nëse ka parë njëri. Pra ai kishte një ferman dhe në emër të atij fermani ka operuar. Dhe prandaj ne pam, shiko, vetëm fakti që aty u zhdukën verat. Çfarë u zhdukën verat? Sa është shumë interesante. Se si ishte mundur që shkojnë këta të BKH-s, edhe aty gjejnë. Atje ka ai koleksioni vera mund kalonte të 2 ose 3 milionë euro. U kujdesen që t'i zhdukin? Jo vetëm, jo këta, sepse e kam thënë edhe herë tjetër, mbasi këta të spakut njohin më mirë rakin, nuk kanë arritur të shijojnë se janë të rinj te kjo elita që kanë arritur. Dhe nuk i njohin verat e shtrenjta. Po t'ishte raki kishin thënë mes ata, se omerte njëri kazan e rakisë. Po këto monedat brenda verës? Por verat që ishin koleksioni vera, ishte shumë i shtrenjtë. Dhe ajo që tha Arben Hametaj, se pije i verë 33.000 euro, nëse gjende etiketa tek ai koleksion, ose nëse ka për shishja aty, do të thotë që ai s'ka gënjur. Unë e besoj këtë që thot Ben Hametaj, sepse unë e di që Ben Hametaj njeh mirë verat e shtrenjta. E dyta, ka qenë vetë dhe ka shijuar me ato vera, se ka qenë krahudjallë i kryeministrit, për kohë shumë gjatë, dhe prandaj dëshmia e tij ishte e saktë. Tani shkurtimisht, edhe i fjali për këtë. Jo, Arben Hametaj duhet të qëndroj se e humbim edhe ikën. Nëse flet përsëri Arben Hametaj, apo le të themi nëse edhe ai kthehet në një të penduar të